Po не гледам тука зашто да не се полага, не. Законот за јазици е јасен во случајов, доколку некој побара да го полага на албански јазик, треба да му се дозволи. Pas kësaj deklarate të dhënë të dielën nga kryeministri Hristijan Mickoski, u duk se studentët shqiptar ja dolën, por gëzimi i tyre zgjati vetëm 2 ditë, pasi po i njëjti Mickoski sot ka deklaruar se dhënia e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe duhet të rregullohet me ligj dhe se ai është i gatshëm dhe ka vullnet politik që i njëjti ligj të bëhet edhe më pas të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias, që i bie se do ta ketë fatin e njëjtë sikurse ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Megjithatë, ai thotë se është e fakt se kur është bërë ligji për gjuhën, Komisioni i Venecias për pjesën e jurisprudencës ka dhënë mendim negativ. Уставот е јасен. Ligji kështu siç është nuk lejon provim të tillë. Unë jam i gatshëm që këtë ta rregulloj me ligj, dhe jo vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për gjuhët e të gjithë popujve që janë përmendur në preambul. Nëse duam që kjo të ndodhë, duhet të bëhet ligj. Unë jam i gatshëm që të bëhet ligj, të dorëzohet në Komisionin e Venecias, nëse ligji është në përputhje me Kushtetutën ose jo. Ndërkaq, sa i përket debatit publik ndërmjet të zëvendës kryeministrit Bekim Sali dhe ministrit të drejtësisë Igor Filkov, Mickoski në rolin e pleqnarit tha se pret që sot të përfundojë debati mes tyre, ndërsa shtoi se ka vullnet politik që kjo çështje të zgjidhet dhe tha se gjatë ditës së nesërme do t'i ftojë në takim palët e përfshira.